Kryeministri Edi Rama ndaloi këtë të hënë në Kavaj në kuadër të turit të tij elektoral ku zhvilloi takimet posaçme me gra dhe vajza duke theksuar se ato janë forca më e madhe mbështetëse e Partisë Socialiste. Në sahat e mbushura me pjesëmarrje nga komuniteti lokal, Rama u shpreh se vota për Partinë Socialiste është një vot për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Dhe e nisëm me 12% në total gra në Partinë Socialiste dhe hap pas hapi kemi arritur sot në 40%. 100.000 antarë të regjistruar të Partisë Socialiste, kemi kute 39.000 gra. Ai solli në vëmendje krahasimet me periudhat më parshme të qeverisë nga opozita duke theksuar se çdo herë që vendi i ka dhënë besim Sali Berishës është përballur me koste të mëdha politike dhe ekonomike. Herën e parë përfundoi me 4.000 të vdekur dhe herën e dytë u kap në buzë të humnerës së borxheve që mund ta çonin komplet në kolaps nga e parë. Duke i drejtuar jo vetëm grave, por edhe burrave që tradicionalisht mbështesin opozitën, Rama i ftoi që të reflektojnë mbi situatën aktuale të Partisë Demokratike dhe të analizojnë rezultatet e primareve që sipas tij dëshmojnë se Sali Berisha nuk kërkon votën për të qeverisur, por për të mbajtur peng opozitën shqiptare. E morën e zhdukën kryetarin e partisë. Pse? Çfarë faji ka ai? Vetëm se fitoi primati. Mirë ti bëhet xhan se mos s'është u marrë keq për Hysenin. Por ajo që ju them demokratëve të Kavajës është që në këto zgjedhje kanë mundësinë e madhe të bëjnë disa punë me herë, jo një, po disa. Më tej, në një takim me të rit në Golem, Kavaj dhe Rogozhin, kryeministri u shpreh bindur në fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se nuk diskutohet formimi i qeverisë, por kërkoi nga qytetarët një mandat të katërt të fortë dhe të bindshëm që do të përforcojë legitimitetin e drejtimit të vendit. Sikur bota të kthehet përmbys, Partia Socialiste nuk i merr kurrë më pak se 71. Nuk i ndodh, është aritmetikisht e pamundur. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe deputeti Panteli Majko, i cili deklaroi se Edi Rama i mund demokratët në çfarëdo lloj forme që ata ta paraqisin në zgjedhje. Të dy në një vend që na ngjall kujtime shumë interesante. Zhalagurisht të nxorën ata. Kolegët e PD-s, ju thash, ky u ka mundur edhe kur ishte pa gjë, jo tani që kemi veshur ne.